500 vite adhurim. Shumë kohë më parë, jetonte një njeri që bënte shumë ibadet. Ky jetonte në një ishull dhe i kishte bërë adhurim Allahut për 500 vjet me radhë. Allahu i Madhërisëm krijoi për të një burim uji dhe një pemë shege që bënte fruta për çdo ditë. Çdo ditë merrte abdes nga uji i burimit dhe shuante etjen po me këtë ujë. Ndërsa kur e merrte uria, ngopej duke ngrënë frutin e shegës. Të gjithë pjesën tjetër të kohës e kalonte duke bërë adhurim. Ky njeri kërkonte nga Allahu që të jepte shpirt kur të ishte në sejdë dhe të qëndronte kështu deri në ditën e Ahiretit. Allahu i Madhërisëm ia plotsoi këtë dëshirë. Pastaj në Ahiret, Allahu i thot engjëjve: "Merreni robin tim dhe futeni në xhenet me mëshirën time." Njeriu kundërshtoi dhe tha: "Unë desha të futesha në xhenet në këmbim të adhurimeve që kam bërë." Allahu u tha engjëjve që të bënin llogarinë e ibadeteve të tij. Kur u bë llogaria, pas se sebapet e adhurimeve që kishte bërë për 500 vjet, nuk mjaftonin as për falënderimin e syve që i kishte falë Allahu. Kur e mësoi këtë, bëri teube dhe përsëri kërkoi mëshirën e Allahut. Subhanallah. Sa të mira i dhuron Allahu robit të tij, dhe robi nuk di të falënderoj. O Zot, çdo e mirë është prej Teje dhe çdo e keqe është prej veprave tona. Allahu ne lutim të na mëshiroj me mëshirën e Tij të gjerë. Amin.